Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ja si është gjendja shëndetësore e Albës pas daljes nga Bigu. Pas shqetësimeve të para për gjendjen shëndetësore të banores Alba Pollozhani, produksioni ka publikuar një njoftim zyrtar për situatën e saj. Përmes një deklarate në rrjetet sociale është bërë ditur se Alba nuk është ndjerë mirë dhe për këtë arsye është transportuar në spital për trajtim mjekësor profesional. Sipas produksionit, largimi i Albës nga shtëpia është i përkohshëm dhe është bërë si rezultat i një nevoje të menjëhershme për kujdes shëndetësor. Alba ka lënë shtëpinë për pak kohë pasi nuk është ndjerë mirë dhe aktualisht ndodhet në spital për trajtim mjekësor profesional. Shumë burime dhe shumë komente e lidhin këtë situatë të saj me një shtatzani të mundshme të cilën vetë protagonistja, pra vetë Alba, e ka përmendur disa ditë më parë për një vonesë të ciklit.